Xhamia e njohur me emrin karakteristik Gam Gam përbën një nga monumentet më të hershme fetare në qytetin e Tetovës, me histori që daton që nga viti 1463. Gjatë shekujve, ajo ka kaluar nëpër disa faza, rindërtimi dhe restaurimi, duke ruajtur vazhdimisht rolin e saj të rëndësishëm në jetën shpirtërore dhe kulturore të qytetit. Sot kjo xhami spikat si një ndër më të mëdhat në vend, me hapësirë të bollshme dhe kushte të përshtatshme për një numër të madh besimtarësh. Imami i saj, Nuhi Gania, vlerëson se pozita në zemër të qershisë së Tetovës i jep xhamisë një rëndësi të veçantë, duke shndruar atë në një pikë qendrore të grumbullimit dhe bashkimit të besimtarëve musliman. Gam Gam, e cila xhami ka një histori shumë të veçantë dhe ka kaluar gjatë kohës së saj në disa etapa. Sipas të dhënave të cilat i kemi të shënuara, xhamia Gam Gam është ndërtuar në vitin 1463 dhe konstrukti i xhamisë dhe vetë lagjes së kësaj pjese të qytetit ka qenë më tepër ndërtesat, pra objektet ka qenë të ndërtuara më shumë nga druni dhe vetë xhamia ka pasur emrin xhamia Hashabit, pra xhamia e drunit, por gjatë kohës të trazirave në Ballkan dhe hakmarrjeve që i ka bë Piccolomini, ashtu siç ka shkatruar shumë objekte fetare kudo, ashtu siç ka shkatruar edhe çarshinë e vjetër të Shkupit, flitet se edhe këtë pjesë të lagjes të Tetovës ja ka venduar zjarrin dhe është djeg dhe xhamia që nga ajo kohë pastaj qytetarët pra ndërtojnë, besimtarët muslimanë ndërtojnë një xhami e cila ka qenë nga konstrukti që ndërtohet nga uri pra nga ajo kohë. Pra, pikrisht xhamia kalon në fazën e dytë, që është viti 1789, pra dikundi 320 e sa vjet ka ekzistuar xhamia nga druni, pastaj pra kalon xhamia e ndërtuar nga materialet e forta, dhe kjo xhami ka qenë vitale dhe në shërbim të besimtarëve musliman të Tetovës, qytetit Tetovës dhe rrethinës, deri në vitin 2010, kur vendosët që meqense i ka humbur komplet karakteri historik i xhamisë, meqense xhamia e vjetër fare më nuk ka ekzistuar, vendosin besimtarët që të ndërtojnë një xhami, e cila sot, pra xhamia Gam Gamit llogaritet xhamia qendrore e qytetit, kapacitetet e saj janë dikundi 1800 falës, pra që mund të falin namazin. Xhamia Gam Gam ban emrin xhami Gam Gam, janë disa të dhëna, disa gojdhana, një nga ato e cila një pjesë e madhe e njerëzve mendojnë se është më e qellura, është shkaku se fjala Gam, edhe pse përmendet edhe vetë në Kur'an, që ka kuptimin e vështirësisë, ka kuptimin e lodhjes, ndërsa në gjuhën perse ka kuptimin e hapit. Pra, kur lidhen gjitha këto rrethanat asaj kohe, xhamia Gam Gam ka kaluar nëpër etapa dhe vështirësi të mëdha dhe janë bashkangjitur dy fjalët Gam Gam, pra kjo është edhe historia e xhamisë Gam Gam. E Gam Gamit pllakën që e ka është ndërtuar me 3 kat, është 3 katët i ka. Pllakën kryesore që e ka këtu që të ndrojmë ne, me pjesën pas që është 1670 metra katror. Pra, është një xhami e cila ka kapacitete të mëdha, po edhe pikrisht është edhe ndërtimi i kësaj xhamie në këto performansa, me këtë hapësirë, ndoshta është edhe projekti më i qelluar, shkaku se xhamia gjendet në mes të çarshisë. Dhe ne përreth i kemi gjitha institucionet, çarshinë kemi, jemi pra në rrugën e mirënjohur të butikeve, e cila është edhe zbukuruar me kaldërmën e saj. Pra xhamia Gam Gamit gjatë ditës së premte, ditës së xuma, dikundi kemi afër 2000 xhamatli që themi ne, të cilët kryejnë kryerjen e faljes së ditës së xuma. Këto janë pra mundësitë e xhamisë së Gam Gamit, do të i vizitojmë, do të shihni, është pjesa e poshtme që është, siç njihet ndryshe, podrumi e cila komplet shndrohet në ditën e xuma për xhami, me klasat të cilat i kemi, hapësira tjera ndihmëse që i kemi, është kjo pjesa e xhamisë e cila ka pra siç e shihni kursien apo vendi ku ligjerohet para ezanit, është mihrabi dhe është minberi. Kjo është elementet të cilat e bëjnë një xhami të jetë xhami
Dhe pjesa tjetër që e kemi që njihet ndryshe Mafili apo Çardaku. Dhe atje do të shihni lart se është një hapësirë e bukur e madhe. Pra një çardak i xhamisë së Gamgamit mund të barazohet me një xhami diku në një fshat, se diku i ka afër 11 safe, të cilat safe janë shumë të gjëra që të kalojnë ndoshta edhe 450-500 xhamat falen atë hapësirën lart që është. Siç e shihni kjo xhami është e ndërtuar me stilin e ri, por duke ruajtur arkitekturën dhe atë ëmbëlsirën që duhet ta ketë një objekt fetar, nuk është e ngarkuar me vizatime të shumta. Kupolla është ndër kupollat më të larta që ndoshta mund të jenë edhe në Maqedoninë e Veriut. Nga prapa i kemi edhe 6 kupolla tjera, të cilat janë më herët kanë shërbyer si partës pra të zërit nga kjo pjesa e xhamatit të ndëgjojnë apo anasjelltas. Tani është koha moderne, jetojmë në modernizëm, kur me sistemet e zërimit vetë se ma xhamia është e mbuluar edhe me zërim, por edhe me kamerat, pra ato të poshtë që falen, ato na përcjellen përmes ekranit, dëgjojnë ligjëratën dhe jo përcjellin mesazhe të cilat janë motivuese, frymëdhënëse dhe të cilat do të jenë të shërbim edhe të atij që kryejnë obligimin e faljes së xhumas, por nga ana tjetër të kryejë edhe obligimi kudo që është në vendin e punës, në pozitën që ka, nga se Zoti don robi i tij të jetë i mirë kudo që jetë. Tani me që se jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, komplet ndron edhe komplet aktiviteti gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Fillon që nga namazi i sabahut që njihet, por para namazit të sabahit këndohet i thonë mukabele, leximi direkt i Kuranit karshi xhamatit, pastaj falet namazi i sabahut duke shtuar pak më tepër faqet në brenda namaz që i këndojmë pas surës El Fatiha. Me të edhe përfundon pra fillimi i ditës, një ditë nga ditët e Ramazanit. Pastaj kemi para dreke, përsëri kemi lexim të Kuranit, falet dreka, përsëri në kohën e iqindis ka Kuran falet, iqindia, kohën e akshamit dihet se është koha e iftarit dhe njerëzit qëndrojnë pranë sofrës, se Zoti ka thënë xherusi gëzohet me 2 gjëra. Njëra kur do të takohet me Zotin e tij dhe dita kur takohet me iftarin e tij. Edhe pra ne nuk kemi për aksham, nuk kemi në formë të organizuar, nuk e falim akshamin këtu. Pastaj fillon përgatitja për Yatsin, Teravih, që do thotë i paraprin me një ligjërat, e cila enkas i kushtohet pra muajit të shenjtë Ramazanit dhe temave të cilat janë jo se janë të nevojshme për kohën të cilën jetojmë. Gjatë Ramazanit, pos aktiviteteve që i bëjmë ne, ka aktivitetet të gjinisë femrore, pra ka ligjërata, ka tribuna, dhe gjithë kjo pra e zbukuron pra këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, se vetë është i bukur dhe patjetër edhe ne ta zbukurojmë me sjelljet tona dhe që duhet ta mirëpresim këtë mysafir kaq të nderuar. Imami i xhamisë Gamgam, Nuhi Gania, thekson se gjatë muajit të Ramazanit bamirësia merr një kuptim dhe më të thellë. Ai kujton fjalën hynore, i jepni që t'ju jepet edhe më shumë, duke nënvizuar se dhënia nuk e pakëson pasurinë e njeriut, por e shton atë me begati dhe mirësi. Sipas tij, Islami e edukon besimtarin me frymën e solidaritetit dhe kujdesit për ata që janë në nevojë, nga jetimët deri tek studentët, duke ndërtuar kështu një shoqëri më humane dhe më të bashkuar. Islami si fe nga objektivat që ka është që njeriu të ndërtoj t'ia bëjë një shpirt human, një zemër të gjerë e cila duhet të luajë rolin e një strehe të madhe, në veçanti për njerëzit të kategorive të cilat kanë nevojë. Këto janë të stresave të ndryshme që nga jetimet që i kemi, deri do të përfundojmë te ata të cilët kanë nevojë dhe mbështetje më të madhe që janë studentët. Nuk ka vend ku Zoti përmendën namazin që nuk e ka bashkuar me namazin edhe bamirësinë, dhënien, infakun, dhe e urdhëron që besimtari të jetë human, të jetë një njeri i cili duhet t'ia zgjatë dorën nevojtarit. Dhe Zoti i madhruar thotë, jep robin që të t'jap. Pra nëse kërkojmë ne shpërblim
se kërkojmë mirëqenje, se kërkojmë ashtu siç është natyra e njeriu e don pasuri. Kjo nuk është se ne kemi instaluar këtë ndjenjë, kjo është instaluar nga Zoti. Por Zoti ka bërë që ne të duam por me kufi, të duam me përgjegjësi dhe të duam me llogaridhënie. Dhe pikërisht njeriu duhet të kërkojë këtë pasuri. Por Zoti thotë jep që të t'jap. Pra besimtari bamirësi kur e jep njerë kënaq shpirtin e vet. Kënaq shpirtin e atij që është nevojtar, por nga ana tjetër ai kënaq edhe Zotin i cili në pafundësi pastaj shufishon riskun ndaj atij i cili pra çon në urdhrin e Zotit në vet. Ndjenja në Ramazan, për sa i përket të bamirësisë, vetëm i përshkruan ajo edukimin dhe alarmin që ngret pejgamberi alayhis salam sa herë që vinte Ramazani ju drejtohej njerëzve. Po ju njerëz vjen një muaj që është muaji i agjërimit. Po nuk mjafton të me kaq. O njerëz, po ju vjen një muaj që në te ka vlera të mëdha. Është një natë që vlen më shumë se sa 1000 vjet. 1000 muaj, falni. O ju njerëz, në këtë muaj hapën dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit. O ju njerëz, në këtë muaj ju bëni durim dhe jepni shtroni ju iftare agjeruesve dhe ai që shtron iftare për një agjerues merr shpërblimin e agjerimit të tij duke mos ia marr sevapet e agjerimit. Do thotë fiton sa ka fituar sevape, shpërblime vetë agjeruesi fiton ki vetëm pse ja shtron një iftar kuj. Jo atij që ka. Sot në trevat tona, okej, duhet ne të japim iftar njëri tjetrit, të afrohena me familjet. Muaj Ramazanit vjen të na bashkojë neve, se jemi ndash shumë, jemi larguar shumë. Dunjaja na ka marrë përpara. Por me tekste veçantë pejgamberi alayhis salam tu e prek se njeriu duhet të jep iftar, besimtari në Ramazan duhet të iftar atij që ka nevojë para së gjithash. Dhe pikërisht kush janë janë familjet e cilat janë skamnore, ku e dim se dikundi Maqedonia tani me statistikat që i lexojnë, dikundi 40% të banorëve të Republikës tonë janë të rrezikuar nga skamja, ndërsa për këtë jene 22% jetojnë në varfëri të skajshme dhe ajo që është më tragjike, më shqetësuese është se çdo i treti fëmijë jeton në varfëri të skajshme. Dhe pikërisht në muajin e Ramazanit ne duhet të shpalosim atë bujarinë tonë, për kujdesin tonë, nga se ai cili gëzon zemrën e jetimit, ai cili gëzon zemrën e skamnorit, ai ka reflektuar në zemrën e vet. Dhe dihet se për botën e ahiretit pejgamberi alayhis salam na ka paralajmëruar se është një enkas, një portë, një nga dyert e xhenetit që mban emrin dera e bamirësisë. Dhe ka garancë më të madhe që njeriu tenton të afrohet, të fitojë mirësitë e kësaj dhunjaje, por paralelisht duke mos haruar se ai do të fitojë edhe botën e ahiretit, që pikërisht në muajin e Ramazanit ai të fitojë çelësin e portës së xhenetit që mban emrin porta e bamirësisë. Andaj i ftojmë edhe gjithë qytetarët të jenë më të lirë, dorë lirë, le të shtojmë iftare, le t'i qajnë hallat e njerëzve të cilët janë hallexhi në këtë vendin tonë dhe le të jetë ki Ramazan i cili vërtet do të reflektoj moralin të cilin e ndërton. Përvoja 4 vjeçare, do të thotë ne kemi fal donatorëve të shumt, të cilët nuk janë vetëm nga tetoni, kemi nga gjitha viset. Kemi njerëz të cilët fare nuk i njohim, lajmërohen dhe dëshirojnë të shtrojnë iftare për studentët. Ne do të vazhdojmë akoma të jemi në shërbim të elitës, të ajkës së shoqërisë tonë, ato janë studentët, duke ju mundësuar atyne të t'ju ofrojmë një ambient të ngrohtë familjar nga se familjet ju mundojnë. Pastaj është çështja e kohës, pastaj është çështja se çdo kush nuk mund përgatiti iftarin. Pastaj është ajo tjetra se në kohën e iftarit Tetova, edhe pse është qytet universitar, nuk i ka kapacitetet të pranoje këtë gjithë restoranët i pranojnë misafirët, nga se janë të kufizuara hapësirat, dhe pikërisht janë shumë gjëra të cilat e bëjnë që studenti vërtet ndjen një ngrohtësi
dhe është shumë i qetë dhe mesazhet të cilat i marrëm, që i kemi marrë brenda 4 vjetëve janë shumë, na kanë bërë për obligim që ne të vazhdojmë këtë rrugë, nga se fjalët aq miradije që i kemi gjetur nëpër letrat në ditën e fundit të iftarëve ndër pjata, do na kanë detyruar neve të jemi borxhli që ne derisa të mbajmë shpirtin, derisa të ketë islam tu, derisa të ketë shqiptar tu, derisa të ketë besimtar tu, që ne të jemi në shërbim për atë studentëve. Kemi hapësirën e cila është vjetë ishit në vizitu dhe patë se si është ai atmosferë impozant, aq i bukur, ai zëri i zhurmës së pjatave të studentëve të cilët presën se ushqimi iftarit dallon nga ushqime tjera. Në restoran dikush pret e ka porosit ushqimin, dikush është duke hëngër, dikush është duke ngritur dale prej restoranit. Ndërsa në 550 hapësirat që kemi ulset dhe të shtrojsh iftarin për një moment, çdo kusht filloje me ezanin e akshamit, kjo është diçka që do të një mrekulli brenda aty. Ne nuk i kemi thënë se nuk i kemi kamarierët, nuk i kemi profesionistë, janë vullnetarë të cilët janë të lagjes, qoftë vajzat apo djemt, po kohën e fundit i kemi edhe vetë studentët që kyçen në shpërndarjen iftare, se jo 550 është jo një darsëm e madhe, është shumë një numër shumë i madh i studentëve dhe besoni se ja kemi kaluar mirë dhe si vjet do të jemi në shërbim dhe gjithnjë do të jemi në mbështetje të studentëve, dhash Zoti që gjithë ata të cilët e kanë mbështetur projektin e shtrimit të iftareve, ti kemi prezent edhe këtë vit, janë dëshmuar bile rastet se kemi kompletat itinerarin dhe hartën e organizimit të ushqimeve, për amëlsirat që kujdesen ambëltorët dhe restoranet të cilët prodhojnë ambëlsira, garojnë ka qef se cili kush do ta marrë ditën që ka më shumë kërkesë, nuk janë ditët e njëjta. 550 e kemi hanë martë në kurajite, ndërsa premtja e shtuna e diella një pjesë shkojnë kthehen për në shtëpi, po përsëri në ngelin një 350. Është një darsëm e madhe, është. Dhe secili ka qef kërkon ose çon selam përmes dikujt, apo unë ta marr ditën e hanë. Thotë se aq janë human njerëzit sa që vërtet për këto 4 vjetë që ne si viti 5 tetova dhe pamirësit e kudo ku janë më kanë lënë pa tekst. Ju uroj gjithëve dhe duke thënë që Zoti i shpërbleft, ju shufishoft pasurinë, nga ana tjetër ju fal lumturi, dashuri në familje. Kjo është ai sekreti i asaj se vetë besimtari që agjeru se kupton rolin e nevojës për ujë, për ushqim, nga se ai është agjerueshëm nga mëngjesi deri në darkë. Dhe nëse ki nuk e ka kuptuar nevojën atij tjetër që i mungon në ushqimin në sofrë, jetimit, një nënë me fëmijë, shumë fëmijë që nuk e ka burrin, një familje e cilën e ka rënduar borxhet. Pikrisht kjo momenti që reflekton Ramazani ka këtë karakter. Është një akademi e cila në praktik ja jep mësimet njeriu ta kuptojë ç'do të thotë mos kesh ushqim në sofër, të kesh. Më të ketë fëmijë mia ajo çka të haj, mëngjesa, drekë dhe darkë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë çfarë? Nuk është nga ne ai i cili bie vetë i ngopu, ndërsa nga ana tjetër fëmijët i fëmijët e tij bijnë të uritur. Pra kjo është atë humanitetin, humanizmin dhe përgjegjësinë që feja islame ja ka instaluar besimtarit në veçanti këtë e përjeton besimtari në praktikë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit dhe plus shpërblimet të cilat janë si harriqet, myshtet të cilat vinë se gjatë muajit të Ramazanit përderisa një natë, sikur që është nata e Kadrit, ka vlenën e më shumë se 1000 muaj, nëse për llogaritim janë diku mbi 84 vjet jetë, njeriu nëse bën një punë të mirë në këtë natë është kise ka bë 84 vjet ka bë punë të mira. Pra fiton shpërblimet e një jetë të tërë njeriu kise ka qenë i mirë, ka qenë i përkullur ndaj Zotit. Pra muaji i Ramazanit është muaji i cili jep energji besimtarit. Po ajo energji nuk ngelen te besimtari. Besimtari është një diell, ndërsa veprimet e tij ndej janë rrezet e diellit të cilat ngrohin njerëzit të cilët kanë nevojë. Kjo është pra që pse ne agjerojmë. Nuk o vetëm ne të qëndrojmë të uritur nga mëngjesi deri në darkë, që ne të reflektojmë ai që është i uritur, ne ta kuptojmë përmes urijës tonë, mungesës së ushqimeve, se vërtet ne gjithmonë nuk duhet të shohim para,
duke mos haruar pa ta kthejmë kokën banësh në pas edhe që shohim ata të cilët kanë nevojë se i kemi amanet në ato. Pasuria jonë, Zoti e ka kufizuar, ka thënë se ato kanë hak, kanë të drejtë në pasurinë tonë. Dhe ne duhet gjithmonë pra të ndajmë atë pjesën e pasurisë për të varfërit, për jetimat. Një ngjarje e cila më ka lënë përshtypje, të cilën kam përcjellë edhe në ditë xhumaje të xhamati, kur një qytetar ecë rrugëve të qytetit dhe shet një fëmijë, i cili fëmijë mbante një kore buke në dorë dhe i tha, çfarë e duke bëu këtu? Tha, jam duke pritur Zotin. Dhe ky u shtank. Se pas se ishte i leckosur, i zhveshur, për ta kush ka thënë se Zoti do të vijë të të marrë? Tha nëna e cila tha, më ka ndru jetë, momentet duke dal nga kjo botë, i thash nën, me kë po më le mu këtë botë. Tha, mos u mërzit se do të vjetë Zoti do të marrë. Dhe këtë moment ky qytetari u prek shumë, i mbushën sot sytë me lutë, dhe i bëri ato matematika që do t'i bëjmë gjithmonë ne, vallë me qenë tjali, me qenë një pijot në situatë se si do ta pranojsh këtë realitet, dhe i tha, muni jam maj që i Zoti më ka quar të të marrë. Dhe za ky fëmiu i tha, o burr, po pse u vonove shumë, të kom prit shumë gjatë. Andaj mos vonohen. Është muaj i cili ne duhet të jemi shumë afër jetimit, duhet ta gëzojmë jetimin, po të gëzojmë e gjithë ato skamnorët të cilët vërtet një ditë do të luten ato për ne. Kur ne ndoshta do të jemi pozicion në situata të rënda, se besoni një lutje një vllau, thot pejgamberi alayhis salam, për vllaun e tij Zoti ja pranon. Nëse e ke kënaqur dikendin, Allahu din, ashtu siç kemi nga historia, që të ndrojë dhe caktimin e tij, vetëm se bën dua një skamnor, vetëm se ja ke qajt hallin. Andaj le të jetë ky muaj i zgjedhjes së halleve të njerëzve të cilët kanë shumë halle këtu. Le të jetë muaj që ne ashtu si afrohena në sofrën e iftarit të afrojmë zemrat me njëri tjetrin. Le të reflektoj dashuria, le të reflektoj afërsia dhe paçim këtë muaj të bekuar të Ramazanit, i bekuar qoftë ashtu siç e ka lajmëruar vetë Allahu, ku ka thënë se gjitha veprat që i bën robi është caktuar shpërblimin këtë dunja, ndërsa ka thënë për agjerimin, o robi im e bën agjerimin për mua dhe unë do ta shpërblej atë ditë kur do të takohet me mua. Dash Zoti që të kemi një muaj të bereqetshëm, dash Zoti që të jetojmë në mirëqendje, dash Zoti që të dalëm dhe ditët e Bajramit të jenë ditë festive për ne, të afrojmë zemrat me njëri tjetrin, të reflektojmë dashuri, të reflektojmë atë që muslimani do të jetë, pra do të jetë human, të jetë i drejtë dhe të jetë ai i cili llogarit vete para se me dalë tek Zoti. Zoti ka thënë se në hijen e arshit të tij, ditën e llogarisë do të strehoj atë i cili dora e majt nuk e din çfarë ka dhënë dora e djas. Kjo është ajo sinqeriteti në punën e veprimit të njeriu të pamirësisë. Por nga ana tjetër Zoti neve na nxit në vende tjera që ne kur të bëjmë punë të mira duhet edhe ta reklamojmë atë. Muslimanët mos turprohen, nëse e bën për Zot, por ne me reklamat duhet të nxitim njerëzit se mos presim se dikush tjetër është i obliguar të bëjë mirë. Ne jemi ata. Dhe duhet t'i afrohojnë atij që i ndihmojmë, jo pse ti themi se ne ta kemi bërë dhe të kërkojmë ndonjë shpërblim apo një shërbim anasjelltas. Vetëm që përmes lotëve të tij, gëzimit të tij, të gëzojmë zemrat tona. Një histori të cilën e kam lexuar ishte vërtet shumë prekse, kur një miliarder i Egjiptit ka qenë shumë humanist i madh, ka ndihmuar shumë dhe organizata e cila ka qenë mbështetur nga financat e këtij miliarderit i thotë vjen një ditë, thotë, është mirë të vish të shohësh ato fëmijët, se sa gëzohen ato fëmijë me shërbimet dhe ofrimin e ushqimeve dhe zhvëmbatjeve dhe pagimin e shkollave, trajtimin në spitale, ato kanë shumë nevoja,
Sot ka nevojë dikuj edhe faturën e rritmës t'ja pagojmë. Dhe ke prana, ku shkon atje, duku shpërndar ato dhuratat, një fëmijë kapën për kame. Dhe ke ka shkruajtët, këtë ndjenjë asnjëherë nuk e kom përjetuar. Dhe e shefa fëmijën e vogël edhe thot, as kanë dhënë dhurata, thot, jo thot dhuratën e kam, po thot kum kap të të shoh mirë, thot, kush je që kur takohem me Zotin, të të njoh dhe t'i them, o Zot, ki më ka ndihmuar. Thot, atë ndjenjë, thot, unë asnjëherë nuk ha. Andaj afrohuni jetima, afrohuni skamnorëve, ngrohni zemrat atyre. Le ta kuptojnë ato se ato kanë njerëz të cilët i ndihmojnë. Pikërisht pak i muaj shenjtë është muaj i revolucionit të madh. Ngren ndjenjat, shpirtin që ka vetë besimtari që ai të reflektojë me humanizëm. Në përmbyllje mesazhi që përcillet nga xhamia Gamgam në këtë muaj të bekuar është i qartë. Ramazani nuk është vetëm agjerim, por edhe reflektim, solidaritet dhe përkushtim ndaj atyre që kanë nevojë. Përmes bamirësisë dhe ndihmës së ndërsjellë, forcohet jo vetëm besimi individual, por edhe uniteti dhe humanizmi në shoqëri.